Kjo video është për ty që ke ndjerë gjykimin nga të tjerët, tash e themet që ke vënë veten dhe ke zënë me faj për diçka ose për një zgjedhje jo të mirë. Gjithashtu është për ty që gjykon të tjerët me dashje ose pa dashje. Është për ty që ke frikë nga gjykimi dhe nuk mund të flasësh ose të jesh në një grup që të thuash atë temën tënde, sepse ke turp nga të tjerë. Nga i gjeta këto, jam këtu e 10 ditë që jam këtu në Tiranë dhe siç e dini bëj terapi në grupe dhe në individ. Të gjithë ne si njerëz kemi pothuajse të njëjtat probleme, sepse kështu është krijuar kjo botë këtu toksore. Jemi në Matrix, siç e them unë, luajmë një lojë, që atë lojën, atë teatr, kur e kuptojmë, marrim mësimin, e lirojmë, përfundojmë. Dhe më ka bërë shumë përshtypje, se unë gjithmonë dhe në grupet online që bëj, dhe nga afër, flas për gjithë gjërat që më kanë ndodhur, gjërat që bëj, akoma dhe gabimet, marr përgjegjësinë e vetes, të jetës time, por nuk mund të them që isha kështu që në fillim, sepse dhe unë jam ndjerë e gjykuar, e kritikuar, kritikonja veten time, e bënja me shumë e faj, sepse njerëzit tim më të afërt më bënin me faj. Dhe këtë e ndjenja dhe që fëmijë e vogël. Por sot nuk jam këtu të them historinë time, mund ta them edhe një herë tjetër kur je i nevojshëm dhe i gatshëm ta dëgjosh. Por historitë time, po të them që i kam shkruar në një libër, nga hijet në dritë, që flas për ne gratë, për gjininë femërore, për vuajtjet, për dhimbjet, për gjykimet, për kritikat, për thashethemet, për të mirat, për të këqijat, çfarëdo që na ka ndodhur, por nuk kam ndëjtur aty. Te këto libra unë po jap zgjidhjen. Do të thënë, sikush që do t'i marri, t'i lexoj dhe të bëj ushtrime, afirmime, meditime, që të ketë dhe zgjidhjen që të dalin nga këto. Jam pasqyra juaj që kam arritur, kam dal nga këto. Dhe punoj akoma, mos harroni se në asnjë grup nuk e them që janë mbaruar të gjitha. Por sa më shumë punoj me veten time, aq më suksesshme bëhem për veten time dhe për gjithçka. Prandaj, të uroj të jesh mirë, je grua se burr, largoni frikën, largoni gjykimin, sepse ne kemi të njëjtat gjëra. Dhe të gjithë ju që doni terapi në grupe, kam dhe zgjidhje tjetër, mund të vish në grup, kushdo që je, se një më tha, jam diçka që mua më njohin këtu në Tiranë dhe nuk mundem të vi në grup, pavarësisht se kam shumë dëshirë të vi, sepse më njohin, do më thonë që kjo pas ka probleme. Është okej, të gjithë kemi probleme, le mos fshihemi prapa gishtit, nuk mund të fshihemi. Dhe s'ka të bëj çfarë je e çfarë jam. Thjesht ne jemi njerëz në radhë të parë dhe jemi të gjithë njësoj. Dhe problemet e kemi njësoj, sepse kështu është toka këtu. Por ke dhe një zgjidhje, mund të më shkruash në WhatsApp ose në Viber për problemin që ke, dhe të vish të grup, dhe me sistemi fajsik transformus 333, me personat që do viren, tema që do bëhet dhe do jetë zgjidhja, nuk do kuptoj asnjë çfarë është ajo temë, por është mirë që ne të gjithë tapim zemrën. Ju dua shumë. Ju falenderoj se është dita e fundit e qëndrimit në Tiranë, nesër ikën dhe kam vendosur këtu te lumi Farkës të mbjell një pemë për rrënjët e mia të kthimit përsëri në Shqipëri. Një pemë të bukur që të përdoret për qetësi, për çaj, për rrënjë të forta, të lulëzoj, ashtu si edhe unë të lulëzoj në tokën time më pas 30 vjetëve që jam larguar nga Shqipëria. Dhe dua t'ju them dhe këtë, edhe unë kur u largova sepse njerëzit nuk më shikonin si merit që isha pa u ndar, po më shikuan si një merit me turp që lash burrin, me një fëmijë, më gjykuan, më kritikuan,
më bën të ndjesha me faj, në vend që të vini dhe të më thoshin, të më hapnin zemrën, të më thoshin mos u mërzit, sepse isha vetëm 23 vjeçe dhe kisha një fëmijë 3 vjeç. Prandaj, je burr, je grua, çfarëdo që të ka ndodhur, ke bërë dhe gabim, siç quhet në thonjza në jetën njerëzore, asgjë nuk është gabim. Të gjitha ato që ndodhen në jetën time, të mira apo të këqija siç i quajmë, duhet ti përjetonja që të arrinja këtu. Që të arrinja të punonja kaq shumë me veten, që të bëhesh sot, kjo që jam, shëruese shpirtërore, të kuptoj ty, zemrën tënde, problemet e tua, çfarëdo që të mundoj dhe të t'jap zgjidhjen. Ndaj jam Merita Cake, terapiste shpirtërore energjetike. Jam këtu të të ndihmoj me përvojën tim, me shembullin tim, që çdo gjë mund të arrihet, mund të kalohet, mund të lirohet. Prandaj mos e zër veten në faj. Hapi krahët, merr diellin, merr ujin, dil në natyrë, lëshoj gjithçka që ke. Sot vjellja e pemës do bëhet me qëllim. Ju dua shumë dhe po ju jap edhe këtë pamjen nga liqeni Farkës, nga pemët, nga Lind, nga Bleri që do mbledh dhe unë, më prisni për video tjetër. Jetoni, se ne erdhëm këtu të jetojmë, jo të mbijetojmë.